deklarime koti, deklarime të momentit për ndryshe, sepse deri më tani asnjë veprim nuk është marrë për mendim. Për më tepër, ato përballen edhe me situata të vështira, me reduktime, sepse në momentet që ti nuk e rrym, ti ke dy zgjidhje, o duhesh më jap drynën kompanisë para ditë, sepse nuk e din as kur vjen energjia, as nuk e lajmëruar se kur ka me të ndalë energjia, ose duhesh me vëz generator. E generatori dhizet me derivatet naftës. Pra, po është një kost tjetër. Plus është rrit tash brenda, sepse absolutisht. Tash rritja e çmimit të derivateve më njëherë pat efektin sidomos tek sektori i shërbimeve logjistikës, sepse ata vazhdimisht përdorin themi transportim të produkteve dhe formave tjera që i kryjnë punë gjithmonë me makineri që përdorin derivatet e naftës. I përmendem modalitetet e shumë shteteve si të rajonit edhe në Evropë, konkretisht Gjermania, e çka ishte interesant është që taksat e derivateve i zhvendosën në produktet e luksit, siç janë cigaret.